që na vinë nga Prishtina e vjetër, saktësisht nga Xhamia e Çarshis deri tek gjimnazi Sami Frashëri, është dekoruar kështu pra kjo pjesë e kryeqytetit për muajin e shenjtë të Ramazanit. Është viti i tretë radhazi që familja Aliu në kryeqytet e dekoron pra Prishtinën e vjetër me motive fetare për muajin e shenjtë të Ramazanit. Për të folur pikërisht për këtë temë, pra sot të ftuar në studion e 038 kam kënaqësinë ta kem edhe Fadil Aliun nga pra iniciatori i cili ka bërë edhe komplet dekorimin e kësaj pjese për muajin e shenjtë të Ramazanit. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Fillimisht ju përgëzoj për nismën që e keni marrë dhe na shpjegoni pak arsyet pse për çdo vit tash e keni bërë pothuajse tradit dekorimin e asaj pjese të kryeqytetit për muajin e Ramazanit. Faleminderit për pyetjen. Familja jemi njihet edhe si familja Hertica, e cila ka kontribuar në topa të ndryshme të shëndërtimit dhe kësaj radhe jemi edhe si familje fetare. Edhe na ka bre pak kurreshtja pse Kosova, duke qenë deklaruar 95% musliman, nuk ka ndërmarrë kur iniciativë me dekoru qytetin për nder të muajit të shenjtë Ramazanit, kur qytetet si Londra, Frankfurti, Tirana edhe më tutje i dekorojnë për çdo vit. Dhe kemi pat rrugës më thy kjo farë tabuji ashtu, edhe kemi marrë lejen për Komunës Prishtinës, edhe kemi fillu me dekorimin e qytetit në vitin 2023 për herë parë. Pastaj çato drita, se kanë kushtu bukur shumë, i kemi ruajt edhe i kemi shfrytzuar për vitin 2024, tash të njëjtat i kemi shfrytzuar për vitin 2025. Kur jemi tek vlera e komplet projektit se si ka kushtu normalisht, nuk jeni financuar nga komuna, keni bërë gjithçka në mënyrë vetanake. Na tregoni pak sa kanë kushtuar gjithë ato dekorime. Këtë kanë kontribuar dhe familja e Ylber Shamollit vitin e parë dhe familja Hertica, se dikon komplet vlera ka 20.000 euro. Dhe kemi arrit me ba një punë që na ka dhënë një satisfakcion shpirtëror shumë të madh. Komuna këtë që ka kontribu me dhënien e lejes për vendosjen e dekorimeve dhe kyçjen e këtyre dekoreve në ndriçimin publik për një muaj radhëzi, dhe pastaj kur ka përfunduar Ramazani, ne e kemi bë largimin e dekorimeve, i kemi riparu, i kemi përgatit për vitin ardhshëm që mi përdor të njëjtat. Për vitin 2024 dhe 2025, komplet familja jonë ka qenë ajo mbrapa gjithë kësaj iniciative, sepse edhe vetë vendosja edhe largimi tyre po kushton, edhe kemi ndërmarrë këtë iniciativë. Është shumë e rëndësishme me u bë dekorimi i shesheve gjatë muajit të shenjtë Ramazanit, sepse edhe ashtu ata që e konsiderojnë vetën fetare ose që edhe agjerojnë, rritet ajo ndjenja shpirtërore kur e ki edhe qytetin e zbukuruar për nder të muajit të shenjtë Ramazanit. Prandaj edhe si familje e shohëm si tepër të rëndësishme që kjo dëshirë e qytetarëve më realizu. Po, ju jeni edhe pjesë e komunës, domethënë punoni tash shumë kohë brenda komunës së Prishtinës. Tash 3 vite, po. Po, desha të kemi një sqarim, ndoshta edhe një mendim të juaj, sipas jush është dashur që komuna vetë të ndërmarrë një iniciativë të tillë, duke ditur që për Krishtlindje e po ashtu edhe për festat të fundvitit dekorohen sheshet kryesore me iniciativë të komunës dhe jo të një familje saktësisht siç keni bërë ju. Unë punoj tash 3 vite në Komunë të Prishtinës, jam në sektorin e burimit njerëzore, dhe me atë sa kam njohuri, komuna veç e ka nda buxhetin për dekorimin e sheshit, komplet sheshit, për muajin e shenjtë Ramazanit, mirë po me sa kuptova kam pas probleme kontraktuale në OSHP, edhe si rezultat i kriju dovanesa, po tash sa erdha e pash që veç ishin të kryu ato dekorimet e fundit, tash po besoj që gjatë kësaj jave është dashur me idheze edhe këtu, po për informata më të rëndësishme ju kisha sugjeruar me fol me zyrën e mediave, sepse ata i kanë këto informata, po para se marr këtu,
e anticipova që keni më më pyta dhe dashta me ditë dhe ku kam betë, se kom ditë që kanë probleme, edhe më tregun që është zgjedh problemi në OSHP dhe tash janë të i vendosë kompanit, veç i pash të i vendosë në shesh. Po flasim për sheshet kryesore? Po, për sheshet kryesore, veç e pash ishin të i finalizu dhe ma mërmenja gjatë qësa javë ishtë dashtë më dheze dhe ato se veç për që të mujen të bo. Po, do me thonë, do të vazhdojnë edhe gjatë vitive të tjera të keni këtë traditë të vendosjes së dekorimeve, duke sjell një atmosferë feste, ashtu siç është edhe muaji i shenjtë i Ramazanit. Qyre, me thonë të drejtën, vullneti ekziston edhe kemi një dëshirë të jashtëzakonshme me zbukuru qytetin sa më shumë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Megjithatë, kjo është një barë shumë e madhe për një familje. Prandaj edhe kam kërku edhe nga kryetari edhe nga gjithë që kjo barë me i kalu institucioneve shtetërore, institucioneve publike, sepse nuk është të bo kjo veç për familjen tonë, por është të bo për komplet kryeqytetin. Edhe kryeqyteti vitin e kalum ka pas premtu që do të dekoroj sheshin edhe si duket e ka majt premtimin se tash veç e pash që eshtë të dekoru sheshi edhe besoj gjatë qësa jave do të kryhet ndezja edhe do të bëhet ende atmosferë halo ma festive. Po shpresojmë edhe ne që të ketë po ashtu edhe pse ka pas vonesa nga komuna të ketë një atmosferë më ndryshe në kryeqytet, e duke marrë parasysh që disa komuna të tjera vetëm se para fillimit të Ramazanit i kanë bërë gjitha këto përgatitje. Inkurajoni ndoshta edhe komunat e tjera që të kenë iniciativa të tilla sikurse kjo juaja? Unë inkurajoj çdo komunë me ndërmarrë kësi iniciativa sepse ne si komunitet, si banor të vendit mrekullueshëm, ku toleranca ndërfetare është në maksimum. Dhe me qenë se po zbukurohen për festat e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri, unë e shoh totalisht të palogjikshme edhe të pakuptueshme pse nuk dekorohet gjatë muajit të shenjtë Ramazanit, prandaj ju kisha apelu gjitha komunave me bani gjatë të tillë. Pikërisht për këtë gjë ka pas ankesa, po ashtu edhe kundërshtime nga qytetarët për kryetarin Rama që nuk e ka bërë një gjë të tillë, duke marrë parasysh që i bën për festa të Krishtlindjeve e po ashtu edhe të fundvitit. Fatkeqësisht nga njëherë kontratat nuk po varen veç për një personi, sepse po ju nënshtrojnë edhe procedurave të institucioneve më të larta, si OSHP-ja që ka njëherë po vanohen tepër shumë, po jam shumë i lumtur që është zhblloku kjo situatë, edhe tash jemi në një situatë kritikisht më të mirë, të cilën po besoj qytetarët do ta gëzojnë dekorimin gjatë kësaj jave. Përveç se kisha bërë një lutje të gjitha institucionet që të ndërmarrin masa dhe të bëjmë para përgatitjet shumë më herët e mos të nxenë Ramazani, mos ndezjen e dritave, e dekorimeve, sepse për një men pastaj po hup logjika. Që kjo është diçka që e dojnë qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse 95% janë musliman, ta keni qartë këtë sen. Edhe nuk është që si familje që kemi pas shef hajde se i paskum do mjetet kursimit që aty pishpën, jo. Sepse njëherë për gjithmonë do të më mësu që në këtë vend, institucionet publike, shtetërore, jenë në shërbim të qytetarit. Edhe qytetarit dënë me i pas sheshet e dekorume. Për ndirë të muajit të shenjtë Ramazanit. Prandaj nuk pranoj asnjë arsye tash e tutje për çdo vonesë a çdo iniciativë që mos më dekorue. Kjo domosdoshmë është e pakuptueshme dhe pa justifikueshme për mua. Po shpresojmë që të njëjtën gjë ta bëjnë edhe gjithë komunat e tjera, për shkak se është pak një ndrrim i atmosferës, pastaj komplet ata që agjerojnë besoj e përjetojnë ende më mirë kur edhe ju dedikohet diçka kështu. Pse keni vendosur pikërisht ta bëni këtë në pjesën e Prishtinës së Vjetër? Në pjesën e Prishtinës së Vjetër, sepse fillon prej xhamisë të Gurit aty, që është një prej xhamive më të vjetra në Ballkan, deri te gjimnazi Sami Frashi, sepse është pak a shumë e ka
ndërtimin si një qarshi e vjetër, edhe bukur shumë ju ka përshtat dekorimi, dhe janë xhamijat asaj të ku frekuentojnë më shumë të komuniteti ku shkojnë me i krye ritet fetare, prandaj edhe kemi pasit arsyeshme se me bo ma gjatë kushtoj ke shumë, edhe na doj shumë me bo diçka që me thy që ta bun, edhe jam i bindur që veç është thy ajo, edhe po shpresoj që do të bëhet tradit nacionale që muji i shejtë Ramazanit të dekorohet me drita, sepse për një men është një kënaqësi e madhe me po ndryshimin gjatë mujit shejtë Ramazanit. Po dhe ne po shpresojmë ashtu në mënyrë që gjithë besimtarët musliman pra ta ndjejnë edhe nga jashtë qytetit që ka një atmosferë Ramazani për ta. Faleminderit shumë që ishit sonte këtu me neve dhe që ndat gjitha këto informacione. Faleminderit për ftesën, për fond veç kisha dashur me uru gjithë besimtarëve kudo që janë në Kosovë dhe me gjerë muajin e shejtë Ramazanit agjerim të lehtë dhe të pranueshëm. Edhe ne urojmë të njëjtën gjë për ta. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë. E shikues të dashur, tani është koha që të kalojmë tek një temë